Korridori 8, korridori më i rëndësishëm prej dekadash e Shqipërisë, jo veç prej peshës historike që ka, jo veç prej emrit madh të rrugës Egnatia, po prej faktit që e kthen Shqipërinë dhe ka potencialin ta kthejë Shqipërinë në një nyjë lidhëse të rajonit me Evropën. Po ku ndodhemi sot? Duke nisur nga porti i Durrësit me aferën korruptive të portit ekzistues dhe me dështimin e një tenderi të ri, duke vijuar me të gjitha pjesët e tjera, që nga investimi në Hekurudha deri tek ai në rrugë. Ndodhemi sot këtu në Elbasan, ku duhet kishte qenë një pjesë e madhe e rëndësishme e këtij investimi. Po çfarë po ndodh? Së pari nuk kemi një strategji të integruar për zhvillimin e kësaj rruge dhe nuk kemi në përgjithësi për asnjë prej akseve rrugore. Së dyti, të gjitha akset rrugore të ndërtuara nuk kanë cilësinë dhe standardet europiane. E këtu pikërisht po flasim për cilësi e standardet europiane, që nga shpejtësia e lajuar tek standardet e rrugës, tek standardet që janë të nevojshme për infrastrukturën hekurudhore, për ta lidhur këtë rrugë, për ta bërë atë të plot, ku Shqipëria mund të kthehet dhe ka potencialin që të kthehet me korridorin e 8 në hartën kryesore të transportit në Europë. Kjo nuk po ndodh, qoftë prej korrupsionit, qoftë prej arrogancës, qoftë prej paaftësisë, prej shumë elementeve. Po sot rrugët në Shqipëri po ndërtohen pa standardet minimale. A jemi gati për Europë? Shihet që nga cilësia e rrugëve, shihet që nga standardi kur del tek dera e shtëpisë. Me korridorin e 8 neve nuk jemi.